Që ne do ta rikonceptojmë dhe do të ta them tani si. Bashkë me mua sot këtu janë dhe një pjesë e kandidatëve të qarkut të Durrësit. Është Mikel Nicaj, arkitekt, përfunduar shkollimet në Kanada, i cili është kthyer këtu dhe punon në sektorin privat në prodhim eksport të lëndës drusore dhe përpunimit të saj. Është avokate Redinela Beqiraj. Redinelën e keni këtu në Durrës avokate, është vajzë shumë e përkushtuar edhe unë jam shumë krenar që kam në ekip. Është kapiteni, po njeriu më shumë i kompjuterave, Ilir Vasili. Iliri është një shtetas shqiptaro-amerikan që e ka lënë Amerikën sepse beson që Shqipëria bëhet, apo jo. Është oficeri karrierës Ergys Suanaj, doktor i shkencave ushtarake, djali i lindur e i rritur në Durrës, e keni këtu të zonës tuaj, kandidat dhe antar i ekipit tonë qendror. Është përfaqësuesi i shtresës tuaj, Flamur Balaj, që ne e kemi një nga kandidatët e lëvizjes dhe është në qarkun e Durrësit dhe unë besoj që gjithë kategoria juaj duhet ta mbështes masivisht, sepse ky lufton për ditë për ju. Ju urojmë fitore. Është juristja dhe sipërmarrësja shqiptare që jeton në shtetin e Michiganit në Detroit, vajzë e Durrësit, lindur e rritur këtu, Valbona Myedin, që unë jam shumë krenar që e kam në ekip. Pra jemi munduar që në Durrës të sjellim një përfaqësi djemsh dhe vajzash realisht që asnjë, jo ju këtu, po asnjë në qarkun e Durrësit nuk çohet dot të thotë një i vetëm, të çohet dot të thotë që ky më ka marrë 1000 lekë. Jo 2, 1. Ose të thotë ky më ka hyrë në hak. Ka qenë shumë e rëndësishme për ne të zgjedhim njerëzit më pa i hyrë në hak njeriut, si me thënë, sepse kemi dash të nisim vërtet një rrugë cilësore. Tani në lidhje me sa tha i nderuar i përfaqësues, kërkëm. Mos harrova, po, më fal. Kemi dhe Jetmira Malja, e cila është përfaqësues, më fal Jetmira, se nuk të, e cila është përfaqësuese e zonës së Krujës dhe Fushkrujës. Është një vajzë e shkëlqyer që ka ardhur në ekipin tonë, kërkoj shumë ndjes për se. Kush Aleksandri? Është dhe Aleksandr Paja, më fal. I cili është përfaqësues i diasporës tonë në Itali dhe është nga zona e Durrësit dhe është një person shumë i angazhuar me lëvizjen tonë. Ndjes se unë nga që jeni të ndërthurur me njerëzit. Jemi thjesht. Unë ju falenderoj shumë për prezencën tuaj. Tani për sa tha i nderuari, Sajmiri, ti marri me radhë. E para, ne në këtë program kemi parashikuar eksaktësisht atë që tha në pikën e 3, që lidhet me aksesueshmërinë. Çfarë kemi parashikuar? Dhe do bëhet kjo. Do bëhet sepse çka kemi shkruar këtu nuk do t'i ndajmë. Do të krijohet autoriteti kombëtar i aksesueshmërisë dhe për monitorim dhe miratim të kushteve dhe projekteve. Që do të thotë, ky autoritet do të përbëhet nga përfaqësues të kategorive të ndryshme të personave me aftësi të kufizuara, të gjitha kategorive, që nga të verbrit deri te tetraplegjikët edhe paraplegjikët, që të gjithë. Çfarë do të ketë në funksion të vetë ky autoritet? Asnjë vepër në Shqipëri, infrastrukturore, publike apo private, pra qoftë rrugë, qoftë pallat sporti, qoftë stadium, qoftë spital, qoftë shkollë, qoftë pallac, qoftë trotuar, e me radhë, nuk do të mund të ndërtohet më në Republikën e Shqipërisë pa marrë paraprakisht projekti, miratimin e autoritetit të aksesueshmërisë. Që do të thotë përfaqësisë tuaj. Ky autoritet do të përbëhet nga X persona, shumë 9 persona që do t'i përkasin kategorisë tuaj, dhe këta persona, kur të vi projekti në fjalë, do duhet shikojnë a plotëson standardet për aksesueshmëri. Për personat
me probleme të ecjes, për personat me probleme të shikimit, për personat me probleme të dëgjimit, gjithçka, sipas standardeve dhe direktivave të Bashkimit Evropian. Kryetaria e Bashkisë Durrësit se kishte informacionin fare çfarë është shëri taktil edhe çfarë ka nevojë. Edhe kur ne ishim takime, ajo na tha që ne aty ke rambat e imi bëhet me ngjyrë të verdhë, që kur shkojnë të verbrit, kalojnë aty. I verbri a mund ta dallojmë me ngjyrën e verdhë dhe futur. Tani, Përvojt gjatë me kryetarin e bashkisë, edhe gjithë se autoriteti i aksesueshmërisë, se autoriteti në fjalë që ne synojmë të krijojmë, është shumë i rëndësishëm. Është sepse do të jetë filtri i kategorisë tuaj për çdo vepër që do të bëhet në Shqipëri. Do ndërtoj dikush një pallat, nuk e ndërton dot më pa marrë miratimin projekti të këtij autoriteti. E kemi kërku dhe nuk në e japim. Do bëhet kjo. Kjo duhet kështu. Kushte disa letra kemi bo bashkisë. Po kjo nuk do bërë me projektin edhe nuk në e japim. Shiko, kjo nuk do lënë siç është sot. Kjo do bërë përmes ligjit dhe një autoriteti të posaçëm. Pra që do të thotë ti nuk nis do ndërtimin e një vepre publike pa marrë miratimin, firmën e autoritetit në fjalë. Kjo do të krijojë mundësi që asnjë vepër publike më në Shqipëri dhe private mos ndërtohet pa standardin që kërkon për persona me aftësi të kufizuar. Do mendohet për ta. Tani Do që të Adriatik Lapaj në këtë takim elektoral shkëputë